Atëherë mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit që jeni pjesë e këtij takimi të sotëm. Jemi mbledhur me po e them me sebepin, po e them shqiptar që me sebepin e shkrimtarit nga Shqipëria, nga Tirana, zotit Besnik Mustafaj, për të trajtuar letërsinë e Besnik Mustafaj dhe kryesisht tema boshtë e këtij takimi të sotëm do të jetë përgjegjësia intelektuale në veprën e Besnik Mustafajt. Takimin e sot kemi ndarë në 4 pjesë. Pjesa e parë do të jetë mbi jetën dhe veprën e zotit Mustafaj, pjesa e dytë do të jetë kohë që do t'ja lëm 2 panelistëve tanë që do të trajtojnë një çështje secili nga vepra e zotit Mustafaj, zotit Jusuf Buxhovi dhe Agnesa Beqire. Pjesa e tretë do të jetë pikërisht tema boshtë përgjegjësia intelektuale në veprën e zotit Mustafaj dhe pjesa e 4 do të jetë e hapur me diskutime nga audienca që është këtu e pranishme dhe në fund do të jetë mbyllja. Por përpara se të vazhdojmë me pjesën e parë me jetën dhe veprën e zotit Besnik Mustafaj, kam nderin dhe kënaqësinë që të ndjekim një notë muzikore nga motrat Thaçi, Belinda Thaçi në kontrabas dhe Luiza Thaçi në piano. Faleminderit. Përpara se të fillojmë me trajtimin e çështjeve të sotme, unë kam kënaqësinë dhe nderin që t'ju them se kjo natë e sotme është një organizim ndërmjet organizatës jo qeveritare që unë drejtoj, Albanian Institute of Cultural Studies, në bashkëpunim me Pena e Dritës, në mbikëqyrjen e zotit Don Fatmir Koliqi, ka qenë një organizim i përbashkët. E falenderoj shumë zotin Besnik që është i pranishëm dhe pranoi ftesën me të parën herë dhe jam shumë e lumtur që ka qenë i shoqëruar dhe nga botuesit i nga zoti Bujar Hurdri dhe dua të them që kjo natë sot me ky organizim i sotëm unë nuk mund ta bëja dot vetëm, por ka qenë në bashkëpunim me Don Fatmirin, gjithashtu edhe me zotin Melaim Abdullau dhe për këtë kërkoj një duartrokitje.
Atëherë le të vazhdojmë me pjesën e parë të takimit të sotëm, është jeta dhe vepra e Besnik Mustafait. Do të ndalem shkurtimisht në jetën dhe veprimtarinë e tij. Besnik Mustafai ka lindur në Bajramçur më 23 shtator, ta them vitin se mos e shtortoni. Të vitit 1958. Është bashkëshorti i Donikës, një gruaje tepër fisnike dhe shumë bukur, babai dy djemve të mrekullueshëm Dardani dhe Andit, i cili po ecën në rrugën e tatit në politikbërje në Shqipëri. Zoti Mustafai ka qenë politikan, diplomat dhe përkthyes, ndërsa tashmë vazhdon të jetë shkrimtar i njohur në botën shqiptare dhe atë të huaj. Ai ka studiuar në Tiranë për gjuhë frënge në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës. Më poshtë po ju njoh me një kronologji të shkurtër të veprimtarisë së tij intelektuale në Shqipëri. Në vitin 1981, Mustafai ka qenë mësues në rrethin e Tropojës, në 82-shin pedagog në Universitetin e Tiranës. Në vitin 83, gazetar në gazetën Zëri i Popullit. Në 89-ën punonjës në sektorin e marrëdhënieve me jashtë në lidhjen e shkrimtarëve dhe artistëve, në 90-ën kryeredaktor i revistës Së Bota Letrare dhe në vitin 1991 përkrahës dhe drejtues, duhet ta theksoj këtë, i kryengritjes studentore kundër regjimit komunist dhe në 91-shin merr mandatin si deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Zoti Mustafai ka zhërbyer në postin e ambasadorit të Shqipërisë në Francë prej vitit 1992 deri në vitin 1997, për cilin ka shkruar edhe një roman që do ta cek më poshtë. Si ambasador ai arriti firmosjen e traktatit të miqësisë midis Francës dhe Shqipërisë, traktati i parë i miqësisë i Shqipërisë me një vend perëndimor siç ishte Franca. Negociator i hyrjes së Shqipërisë në Këshillin e Evropës, një merit kjo tjetër, dhe në vitin 2001 zgjidhet deputeti i Tiranës më 12 shtator të vitit 2005 emërohet ministër i punëve të jashtme. Por le të kthehemi sërish lëmit të letërsisë për çka jemi mbledhur sot. Zoti Mustafai ka një mori veprash të botuara gjatë regjimit komunist dhe pas rënies së tij. Më poshtë po cek disa prej veprave që janë botuar gjatë regjimit komunist. Motive të gëzuara që daton në vitin 1978, Pragu i Verës që daton në vitin 1985, Fytyrë Burri që daton në vitin 1987, Bregu i Lumit të Kthjellët që daton në vitin 1986, Vera pa kthim që daton në vitin 1889. Dhe një mori veprash të tjera pas regjimit komunist që ndoshta mund të kem haruar ndonjë pa e përmendur. Shqipëria midis krimeve dhe mirazheve, ku do të ndalemi sot, një stag e vogël, daullja prej letre, fletoria rezervat, shënime jashtë valixhes diplomatike, një tjetër vepër që do ta cekim sonte, boshi, autoportret me teleskop, bishti i kometës dhe 366 rrëfenja për të ndjellë gjumin. Edhe vepra e fundit e botuar nga zoti Besnik është sot këtu me ne, sapo më tha deri që kishte dalë nga botimi. Ndërsa vepra e fundit e shkrimtarit Porta e ngushtë e Purgatorit, një përmbledhje me 3 romane të shkurtra. Veprat e tij janë të përkthyera e të botuara jo vetëm në shqip, por dhe në frëngjisht, pra në gjuhë të tjera, në frëngjisht, në anglisht, gjermanisht, italisht dhe greqisht. Në vitin ka shumë janë 14 gjuhë. Me vërtet. Kërkoj ndjes për këtë. Në vitin 1997 ka fituar çmimin mesdhetar për letërsi me librin e tij Daullja prej letre. Një vit më parë, në dhjetor të vitit 2024, merr çmimin për romanin më të mirë shqiptar me titull Fati i Madh. Dhe pas këtij prezantimi të shkurtër, po fillojmë tash me 2 kumtesat prej panelistëve tanë. Në këtë pjesë të dytë të takimit do t'ja lë vendin zotit Yusuf Buxhovi, historianit, me kumtesën Gjeografia shpirtërore në letërsinë e Besnik Mustafait. Fjala për ju. Ju falenderoj. Zoti Besnik, mirë se ke ardhur në mesin tonë, ashtu kështu ti je pjesë e jonë kështu në kuptimin edhe fizik, po shpirtëror, po se po. Ju falenderoj gjithë këtu, dhe komplasin që t'jem ndër ata që do të them disa fjalë për krimtarinë e Besnikut. Ato që do t'i them këtu, në farë mënyrë, kam thonë edhe para një muajit në Tiranë, po ashtu ishte një takim me Besnikun atje. Tema ime është gjeografia shpirtërore në veprin e Besnik Mustafait. Këtu të lexoj vetëm disa pjesë, me që koha është limitume, prej një punimi që është pak më i gjatë, kështu që po punoj në të, se kjo problematikë është një problematikë
edhe identitar dhe historike dhe kulturore dhe politike të njëjtën kohë. Kështu që në mesenar shkrimtarët Brezi Ynë, po veç më thotë besniku i cili i takon një thyrje, një botë që ka në dy pjesë ndatë, në orta një prillythym në kuptimin metaforik kulturor, atëherë gjithsesi e kam ndija përgjithësi që të punoj në këtë temë, do thotë në mënyrë që letërsia jonë, po përgjithësi dhe kritika letrare, të njohë dhe dimensionin e brendshëm të aty në rrethanave të cilin kemi kalu na, në mënyrë që gjeneratat e ardhshme ta kenë parasysh se gjithsesi kapërcimet shoqërore, regjimet, diskurset të caktuara politike po dhe tjera kanë edhe çmimin e vet. Edhe në përgjithësi çmimi që ju japin këtu në rrethanave janë intelektualë dhe shkrimtarë. Shkrimtarë sepse veprat e shkrimtarëve janë ato cilat në një mënyrë e përcaktojnë qëndrimin intelektual të një shkrimtari të rrethana të caktuara, qofshin diktaturës apo të një kohë të lirë. Dhe kjo është, mund të them se edhe besniku, edhe une, edhe Nazmi Ramani, këto plot që po shohim këtu, i takojmë këty në thyreve. E kemi për detyrë që me veprat tona, po jo vetëm me veprat tona, ta tregojmë këtë kapërcim, se ka kjo shumë rëndësi. Ky kapërcim nuk duhet të tregohet në formën si kemi diku populiste, jo disidenca, kundër disidenca e tjera, kur shkrimtarët përpiqen që në një farë mënyrë të korrigjojnë atë që është e pakorrigjueshme, sepse shkrimtari është njeri nuk e zgjedh as kohën kur lind, as vendin ku lind, por krijohet në përputhje me rrethanat dhe detyra jon këto të paraqesim. Prandaj po kaloj te tema që e kam thonë aty dhe po them edhe sot. Gjeografia shpirtërore paraqet një pjesë të identitetit shpirtëror, kulturor, por edhe politik të çdo individi, por edhe të një shoqënie. Ajo nuk është kartografi, por mund të shndrohet në kartografi, por që se ajo në rrethanat të caktuara i diktohet, pranon diktatet e politikës apo të faktorëve tjerë që ndikojnë te. Mund të themi se lirisht gjeografia shpirtërore në letërsinë tonë, në një mënyrë nuk mund shikohet të shkputur nga rrethanat politike dhe në të cilën kalon shqiptarët prej kohës kur ajo prej gjeografisë shpirtërore kthehet në kartografi politike. Kartografi politike dhe edhe tutje saj, do të thotë. Kam parasysh këto rrethanat që e sollën këtë politike dhe shoqërore. 12-shja, 13-shja. Do të thotë shpallja e pavarësisë, konferenca ambasadorëve të Londrës dhe rrethanat që cilën u gjendën shqiptarët si një tansi, por me dy parametra të kundërt. Atë saj që ishte Shqipëria londineze e përgjysmuar, por që ishte një realitet politik dhe historik shtetëror për herë të parë, megjithatë ishte një rëndësishme Shqipëri që u kriju, ishte mas 500 vjetë, ne kemi Skënderbeun, shtetin e Armënit, dhe mas 500 vjetë krijohet një shtet tjetër që megjithatë ishte shumë i rëndësishëm, përkundër tragjikës së solli pjesa tjetër më e rëndësishme, ajo që ishte qendër shpirtërore, politike dhe historike e shqiptarëve, Kosova, mbeti e shkputën me fatin e asimilimit dhe gjithë ato që i përjetun, një qendër u kthye në periferi. Ndërkohë që periferia që ishte Shqipëria e së koshme, në kuptimin po them politik, kthehet në qendër. Domethënë logjika shtetërore është ajo që një populli, një entiteti i jep një dimension caktuar, pavarësisht asaj që ne mund të quajmë merita apo tjera. Dhe në këtë drejtim mund të them se letërsia jonë, do të thotë këtu kur shikohet ky problem i kësaj gjeografie shpirtërore, ka kaluar gjithsesi në për 3-4 faza që duhet po kaloj shkurtimisht ndër to. Cila ishte përgjigjja që u dha këtij momenti 12-shja, 14-shja. Do të thotë koha kur shpallet Shqipëria, koha kur evropianët megjithatë vendosin që ta dërgojnë princ Vidin si me Kams,
6 fuqitë më dha evropiane ishin përgjegjës për këtë, një analogji që mund të thuhet ishte edhe për Kosovën me protektoratin ndërkombëtar, por që për fat mirë pat një rrjedhë tjetër. Ishte kur gjë. Do të thonë, kuptimin intelektual ne kishim ato shkrimit të rilindasve, po edhe të shqiptarëve diasporës, shkputun, asaj në Stamboll, e cila mandej në Bukuresht e kishte edhe një fuqi shumë më të madhe, në Kairo, po edhe në të Arbresht e Italisë që ishte me një kontinuitet. Cila ishte faza tjetër që është shumë e rëndësishme, po flas tash edhe si historian. 14-18, lufta parë botërore. Do të thotë aty nuk ishte kurrë përgjigje mos i jepet intelektualisht diçka asaj, sepse gjithë bota shqiptare ishte në këtë vorbull se si do të përcaktohej fati i ardhshëm i një konferencë siç ishte ai i Parizit në 1921. Dhe faza tjetër, po ashtu çfarë përgjigje i dhanë shqiptarët intelektualisht dhe çështjes prej njohjes së shtetit shqiptar prej vitit 2021 konferencës së Parizit deri në vitin 1941. Përkundër atyre kapërcimeve turbulencës politike që kaloi Shqipëria, megjithatë filloi të krijohet një identitet kulturor, shpirtënor, dhe kemi kur letërsia shqipe për herë të parë në një dimension të saj pasqyron gjeografinë shpirtënore shqiptare. Dhe mos i themi shkrimtarët e rëndësishëm të asaj kohe, Fishta, Mjeda, e gjithë tjertë, dhe të Luigi për tjertë, krijuan një identitet shumë të rëndësishëm intelektual shpirtënor. Një fazë tjetër që është shumë e rëndësishme, që preket më dhe kjo për të dalë të Besniku, është 41-45, koha e luftës dytë botërore. Ndryshimi që solli mas pari 41-sha, krijimi një Shqipërie e cila në kurorën e Viktor Emanuelit, por ajo që ishte edhe në ato rrethana 41-43, veç mes 43-44 ka shumë rëndësi. Ka shumë rëndësi për Kosovën. Se këtu për herë të parë, në këtë kuptimin e ndamjes gjeografisë shpirtënore, fillon të rikthej dimensionin e vetë që e kishte fillu Fishta, shkrimtar tjerë shumë të rëndësishëm, po më dhe dhe të Trelinës kombëtare Naimi, me një qasje përbashkëletare. Për herë të parë mund të themi se edhe për vitit 39-43, po veç me 43-44 është rështëthimja më rëndësishme që jep një fuqi këtij, ani pse historia jonë ka në të mënyrën më brutale një histori tillë, domethënë me konceptet ideologjike e ka qytë Quisling, fashiste, tjera, por ajo qeveria Gjaferdevës, prezësia që ndodhi në atë periudhë, krijoi për herë të parë gjeografisë politike shpirtënore, politikisht ja krijoi dimensionin që ajo të formoi në një tanësi të vetën. 74.000 km2 i kishte ai shtet shqiptar i cili për herë të parë shpalli eliminoi i shfuqizoi dekretet e Viktor Emanuelit të gjitha ato që ndodhen, por krijoi institucionet kombëtare shqiptare, bankën shqiptare, monedën shqiptare, kushtetutën shqiptare, policinë shqiptare, veç mas arsimin shqiptar. Këtu mund të themi ato se u krijuan ato rrethana që gjeografia shpirtënore ta fitoi formasën e asaj identitare që ishte shkputur për vitesh. Dhe kemi arsimin kombëtar. Rolin e jashtëzakonshëm të Koliqit dhe gjithë aty misionarëve që erdhën në Kosovë dhe vise tjera, dhe fillon një emancipim të jashtëzakonshëm i cilin këto rrethana ndërprejnë. Ajo që është tragjike, megjithatë po them dhe me këtë fillojmë këtë fazën e fundit, është 44-99. Koha kur u bë një përmbytje e tmerrshme ideologjike, kur bota shqiptare ju nështru një diktatit ideologjik stalinizmit, një Shqipëria do të thotë faktikisht u shëndru në gulag, dhe prej atyt edhe ato krijime që ishin në këto rrethana kapërcimeve shumë dramatike
të bashkimeve që ishin prej 14-shës, 18-shës të tutje, u përmbesën. Filloi një terror ndaj gjeografisë shpirtërore, ndaj kulturës, do thot, prej shkrimtarëve më të rëndësishëm, edhe fizikisht u eliminuan me fishte, me çdo gjë, dhe u hap një kapitull i tragjikës që gjeografi shpirtërore kthej në kartografi politike, ideologjike ndër më të errëtat në historinë e njerëzimit. Metodologjia e socializmit e cila u vendos në Shqipëri ishte një komponent e cila krijoi një monstrum. Ajo literacia këtu u instrumentalizua në formën matron. Dhe kjo ja te kaloi bile dhe asaj që krijoi dhe aty ku ishte amza e kësaj bashkimit sovjetik, stalinizmit. Do të thotë në këtë kohë na kemi dy absurde, dy situata cilat historikisht, politikisht dhe kulturalisht tregojnë diçka që objektivisht vetëm letërsia mund t'i pasqyrojë ato. Qendra shtetërore shqiptare e humbi identitetin e një shpirtëror, një letërsie, një krijimtarie. U kthyn kartografi politike ndër matranat. Ndërkohë që pjesa tjetër që ishte në sundimin serb, mandej jugoslav e tjera, edhe nga 44 e 45, ala duhet ta kemi parasysh se fillon një kohë e emancipimit klasor ideologjik, cila edhe në 44 që në tutje krijoi në Kosovë mundësitë që spaku të jetë gjuha shqipe, shkollimi shqiptar, kuadër të një koncepti ideologjik i cili kishte shumë përparësi, sepse lejoi arsimimin, hoqi Ferezjen, hoqi shumë probleme cilat na kthejnë ose dhe gjithë ditën neve në forma një bumerang tjetër, po ajo është një çështje tjetër. Dhe ku në këtë drejtë mund të them se për vitin 66 tutje, letërsia shqipe që u krijoi në Kosovë i krijoi mundësitë që gjeografia shpirtërore ta kthej indin e vet të shkatrum në Shqipëri atje me realizmin socialist dhe brezit i shkrimtarëve, cilët ju ra përgjegjësia që intelektualisht të jenë krijues, të ndërlidhur me atë që u kriju në vitet e 50-ta me veprat e Martin Camajt, një fill ndërmale, Konga Avrinit, po edhe të Recep Hoxhës, edhe të Citke Imamit, edhe të tjera që do të vinë mandej me Demaçin, Azmir Ramanin e tjerë, ti kthehet identitetit mirë fillt historike quajnë. Tasaj, sepse brezi i krijuesve viteve 70-ta u ndërlidh me këto shpute që i krijoi historia dhunshëm, me antikitetin, me qytetërimin perëndimor, dhe kemi një numër të madh veprave që u krijuan prej shkrimtarëve tonë, prej Anton Pashkut, Nazmir Ramanit, Ymer Shkrelit, Sabri Hamitit, edhe studimeve të doktor Rrugovës, Mehmet Karaj, tjerëve, cilët veprat të cilave u kthyn pikërisht ka ky segment i ndalum i identitetit tonë shpirtëror. Do thotë, kemi trilogjinë e lirë të Ymer Shkrelit, ndër dramat më të rëndësishme të letërsisë shqipe. E kemi Trungun e lirë të Sabri Hamitit, poezi shumë të rëndësishme. E kemi studimin e Ibrahim Rrugovës për Bogdanin, e kemi Gazozin dhe premtimet. E tjera, cilat pikërisht i dhanë një dimension letërsisë shqipe që nuk e kishte letërsia realizmi socialist Shqipëri me një përjashtim, po më thëhet këtu, por prapë se prapë ishte në shërbim të një diktature. Kapërcimet që u bën nga viti 1991, do thotë koha e tranzicioneve, është një dimension këj tjetër. Tash këtu, të t'i them disa fjalë, me që koha është e kufizuar, cili është Besnik Mustafaj në këtë kapërcim. Cila veprat Besnik Mustafaj fillun ta thyjnë stereotipin e kartografisë politike drejt gjeografisë shpirtërore. Mund të themi se Besnik Mustafaj me disa vepra të tij
Më thot po të them edhe këtë fati marrë që ka marrë shpërblimin me drejt, më duket para pak kohë, dhe një roman i papërfunduar paraqesin një përpjekje shumë serioze që gjeografia jonë shpirtërore ta fitoj dimensionin letrar që nuk e kishte në Shqipëri në veprat e Shqipërisë. Nuk e kishte, sepse socializmi kishte imponu diktatin e vet, në atë duhet ta pranojmë atë. Por këto gjëra do të thotë te Besnik Mustafaj është edhe një faktor tjetër shumë i rëndësishëm, ai sepse Besniku vjen prej Tërpojës, vjen prej Malësisë Gjakovës, vjen prej një ambienti të cilin dëmërshja është kputi prej një kompleksitetit identitar që ishte atje. Dhe te Besniku, te fati marrë dhe veç mas kjo një roman i papërfunduar, e kemi përpjekjen që kjo botë tregohet në tanësinë e vetë dhe pasojat e shkputjes. Pa hyrë në ato detalet që i përkasin asaj që e krijojnë tash ata identitetin historik, kulturor dhe edhe personazhet, një pjesë e personazheve të Besnik Mustafajt të dy libra, ruajnë elementet e një kozmogomie shpirtërore e cila është shumë e rëndësishme për identitetin tonë prej antikitetit të tutje. Ajo ruhet me toponime, me antroponime, edhe vesmas me emna, cilat janë emnat që i ka dhe Camaj, po i ka dhe të Fishta dhe të Mjeda, Coli, Zoga, Uka, Ujkani, tjerë që sot e gjithë ditën ato emna i kemi edhe në Dugazhin. Unë mund të them se në këtë drejtim pra, Besniku është në shkrimtarët them të pakt dhe të vetëm i cili këtë kartografi politike përpiqet ta kthejë në gjeografi shpirtërore të identitetit tonë historik dhe politik. Prandaj unë këtë drejtim do të them se ka edhe një fragment tragjik i cili gjithsesi duhet përmendet këto relacionet kur flasim na, pavarësisht asaj. Sepse në kohën kur këtu në vitet 70 krijoi një letërsi shumë e fuqishme kombëtare në Shqipëri asë kohë, në vitin 1988, nëse nuk gaboj Besnik, këtu në Tërpoj u varë një shkrimtar. Në Kuks. Në Kuks që aty, edhe Kuks është që ajo pjesë e saj. Kjo është ajo do të thotë. Në çfarë situata, në çfarë rrethana ndodhi ky kapërcim. Dhe ishte ky kapërcim i natyrshëm në rrethanat kur shkrimtarët e caktuar e përjetojnë atë. Edhe Besniku, edhe gjithë tjerë të kanë përjetu më ranë se sa na që kemi marrë vesh pak më vonë për këtë situatë. Prandaj këtë drejtim më thonë mbetet shumë e rëndësishme se letërsia shqipe, vesmas ajo që krijohet në Shqipëni, mirë që ka hek atë kur ishte bashkëpunimi kulturor mes Shqipërisë dhe Kosovës për vitit 68, Nazmi Ramani din më mirë, shkëmbimi veprat që bëtoshin këtu tonat atje që ushin letërsia e Kosovës. Letërsia e Kosovës. Do thotë i jepshin një dimension tjetër prej asaj gjeografi shpirtërore. Krijonin një gjeografi pak më ndryshe. Por sot na mund të ndjehemi mirë që është te kalu ky faktor. Por nuk janë te kalu gjitha rrethana, gjitha mentalitetet që kanë met të asaj vetdijes moniste, diktaturave e tjera, cilat edhe sot dhe gjithë ditën, për shembull, nuk kanë kriju rrethana, të na ka ra kufini, na jemi dy shtetet pavarëna, kur kush nuk e pegon Kosovën dhe Shqipërinë kulturalisht, politikisht dhe ekonomikisht jenë. Por kulturalisht nuk jemi as në pozitën e viteve 70, po them, në kohën kur ka pas një shkëmbim të organizuar. Tranzicioni, megjithatë, i ka dhënë një dimension kaotik kësaj dhe të shpresojmë se në rrethanat e ardhshme, kur do të ketë një emancipim politik në Shqipëri dhe në Kosovë, vesmas me klasa politike në Shqipëri dhe në Kosovë që është shumë e papërgjeshme në kuptimin e këtyne sfidave që na cilat u ballafaqohen, vesmas këtyne matrejave kur do duhej të kishim një përcaktim qartë të orientimit perëndimor, të shpresojmë që intelektualët tonë jo vetëm me vepra, po edhe me prononcimet e tyre intelektuale, çfarë kishte edhe lindasit tonë, rrethanat kur e morën përgjegjësinë historike,
çfarë kishte dhe brezi jonë në vitet 80-90 kur e mori përgjegjësinë politike në krye Ibrahim Rugovën dhe krijoi një platformë ndër më të rëndësishme të identitetit tonë perëndimor që pak në veçmas nga politika mos ta edhe që e kam ka fundin fal. Se është vetëm gjë që ne shqiptarët s'dim ta bëjmë mirë, paktën bëjmë vetëm këto ta dërprejmë fal sepse këto nuk i them kotun, se ne jemi pjesë politike dhe prej Platonit e të tjerë. Prandaj e kam parasysh dashur ta përfundoj, po vjen keq kjo ndërhyrje, po nese. Prandaj deshta këtu ta them se na e kemi për detyrë që të sillemi si një brez i cili gjeografinë shpirtërore dhe ta krijojë gjeografi shpirtërore. Ju faleminderit. Faleminderit. Më njëherë pas zotit Buxholli do të vazhdojmë me zonjën Agnesa Beqiraj me kontestën e sistemantizimi i simbolit në veprën Historia si një mushkë e zotit Besnik Mustafaj. Agnesa, fjala për ju. Yusuf, mund ta kalosh pak Agnesis? Faleminderit. Mirëmbrëma. Pjesa që unë kam përgatitur për sonte është një pjesë për një studimit më gjatë për veprën e Besnik Mustafajt, e cila titullohet Simbolika e kontrastit. Ajo që sot kam e paraqitur para jush është risemantizimi i simbolit tek vepra Historia si një mushkë. Historia si një mushkë është vepra me 3 novela e Besnik Mustafajt e botuar më 2020. Libri merr titullin e novelës së parë, që është njëkohësisht edhe novela më e hershme nga koha e shkrimit. Novela e parë është shkruar më 1997, e dyta e titulluar Fundi si vrim me zezë më 2018, kurse novela e fundit Ura si vend i punëve të drejtit më 2020. Nga titulli i 3 novelave, Historia si një mushkë, Fundi si vrim me zezë dhe Ura si vend i punëve të drejtit, vërejmë se autori përdor një teknikë emërtimi. Titujt e 3 novelave modelohen me anë të ligjësisë së analogjisë dhe jo asaj të identifikimit. Pra, kemi shprehje krahasuese e jo metaforike. Historia, Fundi dhe Ura janë të krahasuarit që rrinë analogjikisht përballë mushkës, vrimës së zezë dhe vendit të punëve të drejtit. Ky qëndrim analogjik realizohet me të njëjtin modalizator, përkatësisht me lidhjen krahasuese si teknika të rrëfimit. Ashtu si titujt e novelave, edhe teknikat narrative janë të njëjta në të 3 novelat. Të trija vinë si motive nga letërsia popullore, pra këto novela kanë relacione intertekstuale me krijimet gojore. Rrëfimi zhvillohet nga narratori i gjithdijshëm dhe prania e autorit në tekst është e dukshme. Përveç teknikave të njëjta të rrëfimit në 3 novelat, që definojnë stilin e shkrimit të autorit, ngjashmëri tjetër e novelave është dhe prania e kafshëve ngarkuese në secilin prej tyre. Në novelën e parë, kjo kafshë është mushka, në të dytën gomari, ndërsa në të tretën kali. Pra, nga novela në novelë kemi një rritje shkallë të kafshës ngarkuese. Mushka, gomari dhe kali, përveç funksionit formal, kanë edhe rol semantik. Kthesat vendimtare në ngjarje dhe në jetën e personazheve ndodhin kur ata janë në këto kafshë ngarkuese. Sado që në novelën e parë, personazhet janë mbi një mushkë figurative dhe jo në një të vërtetë. Idet. Nga intervistat që jep pas botimit të librit Historia si një mushkë, autori thekson se qëllimi i tij është trajtimi i rolit të individit në historinë shqiptare dhe origjina e dhunës të ne. Përkatësisht, autori do të shpjegojë se nga vjen një prirje dhune autodestruktive. Mirpo, mund të themi se duke e pasur gjithmonë njeriu në qendër të krijimtarisë së tij, Besnik Mustafaj trajton më shumë se sa vetëm rolin e dhunës e të individit në historinë shqiptare. Autori depërton në mendjen e personazheve duke paraqitur psikologjinë e tyre dhe njëkohësisht shtron çështje filozofike mbi jetën e njeriu e veçanërisht njeriu shqiptar. Novela e parë, Historia si një mushkë, ka 2 personazhe kryesore, Plakun dhe djalin, të cilët bëjnë së bashku një rrugë për në majën e malit. Ashtu si personazhet edhe rruga atyre është simbolike. Ngjitja në mal simbolizon jetën. Në një moment të caktuar të rrëfimit, kur Plaku pohon se është i lodhur nga rruga, i riu i përgjigjet, të njëjtën rrugë kemi bërë. Ndërsa përgjigjja e Plakut ka një dozë ironie që dofton se Plaku ka bërë rrugë më të gjatë se djali, e gjatësia e kësaj rruge të Plakut janë vitet e tij. Për të arritur më lehtë majën e malit do të ndihmonte mushka. Por mushka mungon dhe në mungesë të mushkës përdoret historia. Historia në këtë novel identifikohet me rrëfimin. Plaku propozon që në ngjitje ta mbajë ai djalin në shtëpinë e në zbritje djali të ishte mushka e Plakut. Kështu, përderisa prej titullit të novelës shohim se historia është si një mushkë, në rrëfimin e ngjarjes historia bëhet mushkë. Fillimisht mushkë është Plaku që rrëfen një histori.
Ky rrëfim mundson që personazhet të mos e ndjejnë lodhjen e rrugës, ndërsa në zbritje një histori po ashtu ndikon që të mos ndjehet lodhja e rrugës. Pra nga rrëfimi i plakut kuptohet se historia është mushka. Kështu nëse tham që rruga për në mal simbolizon jetën dhe nëse në novelë thuhet se historia e rrëfyer bëhet mushkë dhe e lehtëson rrugën, atëherë nga kjo del ideja e rrëfimit, e historisë e letërsisë si ndihmëse dhe lehtësuese në jetë. Aristoteli thotë se imitimi është instinkt natyral i njeriut i shfaqur nga koha e poshtnjërisë. Duket që këtë ide jep edhe novela e autorit. Pra nevoja për rrëfime e trillime është instinkt natyror i domosdoshëm për njeriun. Nga të tri novelat, historia si një mushkë është ajo në të cilën trajtohet më gjithsesht dhuna si vetë shkatrim. Kjo ide zhvillohet me anë të rrëfimit të plakut, pra me historinë që rrëfim plaku. Në rrëfimin e plakut, një profet i rrem trazon një bashkësi të tërë duke sjellë në mesin e tyre dijen e bashkë me dijen edhe urrejtjen edhe dhunën. Gjërsa autori thotë se është mungesa e mençurisë që i dërgon të gjithë personazhet e tij në fatalitet prej dhunës, në këtë novelë është pikërisht fillesa e zhvillimit të aftësisë për mendim të pavarur që shkakton dhunë. Malsorët në rrëfimin e plakut bëhen të vetëdijshëm, andaj edhe më të dhunshëm. Kështu, rrëfimi shtron dilemën filozofike. A shmanget dhuna me anë të mençurisë apo është mençuria ajo që solli dhunën? Citoj: Përkundrazi, dita e ditës e dinin pak e më pak se kush ishin, nga venin e sidomos nuk e përfituronin dot ku donin të shkonin. Mbyll citatin. Pra, duke hapur mendjen, njerëzit e rrëfimit të plakut kuptojnë se sa të vegjël e të pafuqishëm ishin. Plaku thot se profeti u kishte lënë njerëzve një plagë pa dhimbje. Dhe janë pikërisht plagët pa dhimbje ato që shkaktojnë dëmin më të madh, sepse mungesa e dhimbjes bën që sëmundja të mos ndjehet. Pra njeriu nuk është më i vetëdijshëm për plagën dhe nuk e kuron atë, ndërsa plaga që nuk kurohet rritet duke shkaktuar kështu dëm edhe më të mëdha. Kjo plagë në malsorët e rrëfimit të plakut shkaktohet nga profeti i rrejshëm, i cili u sjell njerëzve dyshimin dhe dyshimi shkakton dhunën, madje dhunën brenda komunitetit, pra dhunën autodestruktive. Po ashtu rrëfimi i plakut trajton tendencën e njerëzve për të parë gabimin dhe të keqen gjithmonë të tjerët e asnjëherë të vetvetja. Prandaj plaku thot: askush nuk mendonte se duhej të përgjigjej, të gjithë besonin se ishin aty për të pyetur. Siç mund të shihet, të gjitha idetë e novelës Historia si një mushkë, si nevoja për fiksionin, dija, dyshimi, dhuna, faji, pafuqia e njeriut, janë ide universale, janë preokupime të gjithë njerëzimit. Mirë po, kjo novelë zhvillon këto ide në një ambient shqiptar, prandaj edhe referencat me realitetin shqiptar janë të dukshme. Prirësi absolut është këto si në shumë vepra të letërsisë shqipe shënohet me anë të figurës së sultanit, për të cilin thuhet, po citoj: fal pushtetit të tij të pakufizuar, ai e dinte se çfarë mendonin kundërshtarët dhe armiqtë e tij, edhe më mirë se ata vetë. Mbyll citatin. Me figurën e sultanit, autori portretizon sistemin e pritësin, i cili pretendon se është zotruesi i vërtetës absolute. Ky sistem e ky pres ndodheshin në një ambient shqiptar. Novela e dytë e këtij libri, Fundi si vrim e zezë, në 13 pjesët, ka si ngjarje kryesore vrasjen e Fadil Bekës nga Selahattin Beqiri. Sado që e tërë ngjarja zhvillohet duke pasur në qendër këtë vrasje, akti i vrasjes dhe dy personazhe dalin në veprim vetëm në fundin e novelës. Pra gjatë gjithë rrëfimit, Fadil Beka, Selahattin Beqiri janë më shumë silueta. Nga çiftet opozicionale dalin të gjitha idetë e novelës. Kështu kemi Vajtojcën, Shahen e Ziri në njërin anë, ndërsa në anën tjetër këngëtarin Muzbiba, po ashtu edhe Fadil Bekën përballë Selahattin Beqirit. Çiftet opozicionale japin idetë mbi dualitetin në jetë. Këto ide parashtrojnë probleme filozofike, ndërsa nga personazhet veçmas, autori trajton psikologjinë e njeriut. Gjithashtu edhe vetë personazhet janë të dyzuar në veprimet dhe mendimet e tyre. Rrëfimi nis me Toriun që troket në derën e Shahen e Zirit. Vajtojcja nuk ka nevojë që ai të shpjegojë pse kishte ardhur, sepse në momentin që dikush i troket në derë, Shaja kupton që dikush ka vdekur. Pra, që në nisje të rrëfimit shfaqet një gjendje trishtime. Për Shahen ka nevojë vetëm në rast se vdekjeja. Vajtimi nuk është vetëm me funksion ceremonial. Vaji ka rol në psikikën e njeriut dhe dilema që shtrohet këtu është: a u mundson vajtojzja njerëzve të çlirohen nga dhimbja me anë të derdhjes së lotëve apo u arrit rënditjen? Në njërin anë, lotët ndihmojnë në kapërcimin e një trishtimi, ndërsa në anën tjetër, tronditja që mund të shkaktojnë fjalët e vajtojtësës, shtuar kësaj tronditje nga vdekja, mund të shkaktojë dëm me vështirë të riparueshme në shëndetin mendor të individit. Pra, me Shahen e Zirin, paraqitet dualiteti mes vajit si shpëtim dhe vajit si thellim në kob.
Përballë shahjen e zirit qëndron këngëtari Muz Biba, të cilin e vendos në dilemë zgjedhja e personit të cilit do t'i kushtoj këngë. Muz Biba nuk e di nëse duhet t'i thurë këngë Fadil Bekës apo Selahattin Beqirit. Vaji i shahes dhe kënga e Musës do të dalin nga njëjta ngjarje, përkatësisht nga njëjta vdekje. Me këtë autori thekson dy anët e jetës, vajin e këngën, asnjëra nuk mundet patjetrën. Përveç këtij dualiteti me profesionet e shahes dhe Musës, autori shënjen fuqinë e fjalës me fjalët e saj në vaj. Shahja mund t'i shëroj ose t'i dëmtoj edhe më shumë njerëzit, ashtu si Musa me këngën e tij. Mund ta bëj Fadilin të pavdekshëm si hero ose ta vorros përfundimisht namin e tij duke i thurur lavde Selahatinit. Pra, ashtu si në novelën e parë në të cilën historia shërben si mushkë dhe e bën të lejtë udhëtimin, edhe në novelën e dytë paraqitet kjo fuqi e fjalëve në jetën e njeriut. Nëse në novelën e parë fuqia e fjalës mishërohet në rrëfimin e rrëfim e histori, pra me prozën, në novelën e dytë fuqia e fjalës mishërohet në vajin e këngën, pra në vargun e poezinë. Ironia e jetës rrëfehet me fundin qesharak të Fadil Bekës. Trimi mbi trima nuk vdes në mënyrë heroike siç i ka hije një heroje, nuk vritet në duel, ai përfundon i vdekur nga një gur që i lë në ball një shenjë si këmpule. Ndërsa Selahattin Beqiri, për të cilin Jati thoshte se ishte për gjunaj jo për trimëri, nga një person me tëmeta mendore ka lënë në vrasësin e personit që konsiderohej se i pavdekshëm. Nga ky fund i herojit, që jeton me lavd e vdes në mënyrë më të pamenduar, del edhe ideja kryesore e novelës, të cilën e shpreh vetë titulli, Fundi si vrimë e zezë. Pra, pa marrë parasysh jetën, se gjithë në fund do të shkojmë në vrimën e zezë. Rrëfimi i novelës së fundit të librit, Historia si një mushkë, ndërtohet mbi rrëfimin popullor për betejën e dy karvanëve me kryq që takohen në të njëjtën urë. Ura, nga një simbol bashkimi, risemantizohet dhe bëhet simbol konflikti. Autori, duke rrëfyer se si në një ditë dasme shndrohet një ditë zije, trajton krenarinë e egon e kolektivitetit shqiptar që e dërgon atë drejt tragjikës. Pra, krenaria, kokëfërsia, paraqiten si prishse të gëzimit. Njëkohësisht, kjo krenari shënon edhe një mungesë gjentilese dhe mirësjelljeje. Ideja e këtij rrëfimi është se krenaria që shkakton tragjedinë vjen si ndjenjë inferioritetin ndaj tjetrit. Pra krenaria nuk është në të vërtetë krenari, është mungesë e theksuar vetbestimi që reflektohet me sjellje arrogante, që ditën e dasmës, si festë për shtimin e familjes, e kthen në ditë të zezë, në të cilën vriten shumë anëtarë të familjes. Pra, dasma në vend që të arrisë familjen, për shkak të komplekseve psikologjike të individëve, e zvogëlon atë. Autori thekson se në këtë novelë do rrëfej vetëm fatin e njerëz nganuese që ishin ndodhur në atur, sepse të dyja kishin fatin e njëjtë. Kështu, paraqitet jeta e Hana Selimit, që nga dita kur i doftojnë datën e dasmës, e deri në momentin kur ajo e tregon me anë të gjuhës së shenjave, të merren e ditës së dasmës. Agnesa është doktorante në kursin e letërsisë dhe i Po është një gabim teknik. Në rregull, jam në mungesë të një flete, është fleta e fundit, po e përmbur kështu me që po mungon edhe ajo. Po isha tek novela e fundit tek Ura si vendi punëve të drejtit, edhe ajo që kam theksuar në fleta është që Hana është person kur i doftohet në momentin që i doftohet dita e dasmës, nëna i mbyll gojen. Edhe në atë moment kur asaj i mbyllet goja, një farë mënyrë këtu tregohet se pas dasmës, ajo që do ta pres Hanën pas dasmës. Domethënë për të ajo jo vetëm se trajtohet si një memece, në fakt trajtohet si një person krejtësisht i shurdhër. Në familjen e burrit ajo as nuk bisedohet me të, po edhe kur bisedohet për të, bisedohet në sy të saj, sikur ajo të mos jetë as pak e pranishme. Në këtë novel trajtohen edhe shumë temat tjera, të cilat nuk deklarohen, autori thjesht nuk i deklaron, po i nënkupton, që trajtojnë kryesisht edhe historinë e femrës shqiptare, martesat në fëmijëri e tjera. Që në të tri novela autori ka një teknikë të rrëfimit, një mënyrë rrëfimi, dhe po ashtu me praninë e autorit gjithdijshëm, e po ashtu edhe me titull, me mënyrën e përdorimit të titulleve dhe emërtimin e novelës. Faleminderit. Falenderoj shumë. Ajo që përmendi Agnesa më bie në mendje që në veprën e Zotit Mustafaj është trajtuar dhe fati i femrës shqiptare, që fatkeqësisht është fat tragjik dhe vazhdon ende dhe sot.
Por ajo çka dua të them Besnik është që ke mbledhur aq shumë njerëz të letrave sonde, sa je aq i privilegjuar, sa na ka nderuar dhe me praninë e tyre dhe Monsenjor Dot Gjergji, Monsenjor Zev Gashi, Monsenjor Rok Gjonleshaj dhe Dom Lushi. Një duar trokitje. Shumë i privilegjuar. Ju faleminderit. Atëherë vazhdojmë me pjesën e tretë, shpresoj që të mos jeni mërzitur, por qëllimi im për këtë natë të sotme është që ne ta shijojmë letërsinë e Zotit Mustafaj. Pjesa e tretë është quajtur, unë e kam titulluar Përgjegjësia intelektuale në veprën e Besnik Mustafaj. Në këtë pjesë të tretë kam dëshirë të ndaj me ju një diskutim me shkrimtarin për vepra midis mirazheve dhe krimeve. Ju e keni hapur veprën tuaj me një thënie marrë nga Bibla. Pra, kjo vepër nga shkrimtari është hapur me këtë thënie nga Bibla. Sytë të verbërve do të çelen. Marrë nga Isaia 40. Le të çelen. Dhe më pas vazhdon kështu. Vepra nis kështu. Gazetarët e huaj të joshur nga Shqipëria pas dhjetorit të vitit 1990 më kanë pyetur për inteligjencën shqiptare që nuk u ndije më fort gjatë diktaturës staliniste gjysmë shekullore. Besoj se pyetja e tyre vjen nga mosnjohja e historisë së Shqipërisë më tepër se sa nga mungesa e dashamirësisë. Ç'është pra historia e afërme e inteligjencës shqiptare? Qeveria komuniste hyri në Tiranën ushtruar nga nazistët në nëntor të vitit 1944. Shqipëria ishte më pak se 1 milion banor, afro 90% e tyre analfabet. Ata pak intelektual, ekzistues, të shkolluar gjatë viteve 20 e 30, sidomos në Itali, por dhe në Austri, Gjermani, Francë dhe Gjetk, ju nështruan sa kaq një persekutimi politik të jetë egër. Shumë prej tyre u detyruan të merrnin narrati nëpër Europë dhe Amerikë. Ata që mbetën përfunduan në burg me dënime 20 deri 25 vjeçare, a më keq, para skuadrës së pushkatimit. Goditja shkatërimtare filloi qysh në vitin 1946. Disa nga këta intelektual, pjesëmarrës në luftë, të frymëzuar nga idealet antifashiste, e paraqitën në zgjedhjet parlamentare të vitit 1945 dhe fituan. Ata nuk ishin asgjë të përbashkët me komunizmin dhe sipas parimeve demokratike me të cilat ishin brymosur, u grupuan në parlamentin e ri si opozitë ndaj partisë komuniste që mori pushtetin. Ky ishte faji mjaftueshëm që ata të shpalleshin armiq të popullit, agent të burgjezisë dhe të merrnin dënimin kapital. Këtu nis terrori i vërtet, i kuq, e theksoj, i kuq, e ka theksuar Besniku në fakt jo unë, kundër inteligjencës, terror që do të zhvillohej val-val në dekadat e ardhshme, pa u ndërprer asnjëherë. Kam shkëputur vetëm një pjesën hyrëse të këtij romani. Tash po të drejtohem si shkrimtar. Çfarë do të thotë kjo? Si duhet ta kuptoj lexuesi këtë pjesë? Që për mua shumë domethënëse, dhe me çfarë do të përballet lexuesi në vazhdimsi të veprës, dhe a mund të quhet kjo një vepër dëshmi e realitetit shqiptar në vitet e tranzicionit në Shqipëri? Nuk është roman, vepra që përmendet është një ese, por e shkruar nga një shkrimtar që do të thotë se ka gjithë përdorimin e arsenalit që shkrimtari ka në dispozicion për të dhënë emocione, për të dhënë një pikpamje personale, jo përgjithësimet që bën një historian apo një hulumtues shkencor. Pra në këtë kuptim, kjo vepër ka lindë në mënyrë shumë të veçantë, shumë specifike. Në prill të vitit 1991 unë isha në Francë dhe bëra kontratën e parë me botuesin tim, Akt të Syd, për romanin Vera pa kthim. Dhe pastaj shkum me botuesin në Drek. Dhe gjatë Drekës, ai ishte prilli 91. Shqipëria ishte në rëmuj, po them, për të mos përdorur ndaj fjalë tjetër. Dhe gjatë Drekës, botuesi më tha mua, por tregova çfarë po ndodh atje në Shqipëri. Sepse ata shifnë ato kronika në televizion. Edhe fillova unë, pi verë mirë edhe përshkruja që ndodhte në Tiranë. Kur mbare Dreka më thotë mu, do bëjmë një kontratë tjetër, thotë do më shkrush një ese për këto. E tash si ese unë, s'kisha as një plan në kohë, isha bot deputet, kisha tjera angazhime, dita s'na dilte, në për mitingje gjithë dite, në për mbledhje, organizimi Partisë Demokratike, organizimi i opozitës.
gjithë çka nën kupton kjo. Dhe më thot mua, thot kështu siç mi tregove mua shkruaj. Pra, unë kam fillu ta shkruaj këtë libër pa pas një plan paraprak, pa pas një strukturë të ndërtuar në kokë, megjithëse ishte një ese, dhe e shkruaja dhe njëkohësisht ja çoja çdo kapitull, ja çoja përkthyeses me faks, në atë kohë nuk ishte ende interneti që janë këto email. Pra nisej me faks, përkthyesja punonte. Dhe për herë të parë, unë e kam parë në formë, e kam lexuar në formën e plot në nëntor të 91-shit, kur e lexova frëngjisht, sepse bashkë me përkthyesën ulëm me pa çka kishte në gjë që i duhej për t'i siguruar një unifikim të stilit edhe të konceptit të librit. Pra ky është një libër i lindur në këtë formë, është një libër që mu më ka sjell shumë fat personalisht, sepse më ka dhënë, si më thënë, lexues në shumë gjuhë. Dhe ajo çka mua më bën të ndihem mirë është në vitin 2019, në 30 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit. U zgjodhen 30 libra nga gjithë letërsia e shkruar në atë kohë, që tregojnë më bukur, në mënyrë më bindëse, më prekse rënjen e komunizmit. Dhe një nga këto 30 libra ishte midis krimeve dhe mirazheve. Dhe ky titulli është gjatë gjithë kohës që e shkruaja librin, në fakt e kisha me një titull tjetër. E kisha Pjedestalet Bosch. Pjedestalet Bosch, sepse statuja ne rrëzum statujën e Enveror, se rrëzun statujat politike që paraqisnin, si me thanë, pushtetin që sapo përmbysëm, por s'kishte më ende s'kishte statujat e reja në kuptimin figurativ, simbolik që thot Zënjusha. Dhe por në frëngjisht nuk kishte kuptim, sepse thjesht Boshi lidhet me një hapësirë të mbyllur. Ato pjedestalet e statujave janë në përsheshe. Dhe përkthyesja më thot mu nuk shkon ky titull. Duhet me gjetë një titull tjetër. Dhe pastaj duke vrarë mendjen me një mikun tim, një gazetar i Le Monde-it, rria te shtëpia e tij ato ditë që punoja, dhe e gjetëm këtë midis krimeve dhe mirazheve, sepse gjithë teksti, që është e vërteta, flet për historinë nga vinin, flet për ku do shkonim, por nuk ka të sotme. Unë nuk në mënyrë instinktive, me instinktin e intelektualit të shkrimtarit, shahiria isha 33 vjeç, me thënë drejtën, tani djali im 33 vjeç më duke shumë i papjekun dhe s'du me mbur veten, po du të them që habitëm edhe vetë se si në atë mosh kam shkruajt të lloj teksti që ka analiza, por instinktivisht unë e kam ndjerë që në atë kohë nuk isha në gjendje me e patë sotmen, po shkruja për të shkuarën dhe të ardhmen pa e parë të sotmen. Dhe titulli te kapi ai gazetari Le Monde-it kur e lexoj dhe po diskutonin bashkë miki imi, që tha e sotmja mungon aty. Mënyra se si ju përballeni me të sotmen. Pra mungonte ajo sepse unë nuk isha formimi im kulturor, ankthi, padurimi që kishte gjithë shoqëria shqiptare për të shku drejt ardhmes, na pengonte me pa të sotmen. Dhe në gjitha gjuhët është përkthy Shqipëria midis krimeve dhe mirazheve. Krimet e shkaluarës, mirazhet e së ardhmes. Dhe ky u botua në Itali në vitin 93. Dhe u ribotua në vitin 2019 me këtë lloj, si më thënë, aure që është një nga 30 librat dhe mu më vjen mirë që e tregon më mirë rënjën e komunizmit. Do dalë tani në arabisht. Dhe i them botuesit tim në arabisht. Ai ka botuar edhe një roman tjetër, një sagë e vogël. Është një botues në Jordani. I thash, për çfarë interesi mund të ketë lexuesi arab për këtë libër? Për këtë libër, se për Shqipërinë mund të kenë, normal. Po për këtë libër, çfarë interesi? Më thamë, ky libër ndihmon shumë për të kuptuar ne pranverën arabe, arsyet pse dështoi, arsyet pse, domethënë, mbeten gjëra të rrugës,
Dhe më pëlqeu ky me thënë deri ta shoh tani si do e presin, por jam i ftuar si i ftuar deri në panajirin e Rabatit në prill, ku do i bëhet promovimi këtij libri. Dhe ky fakt që ata e kanë në organizatorët e panajirit e presin, dhe është një panajir ku marrin pjesë gjithë botust arab, që nga Arabia Saudite, Katari, Emiratet, gjithë të lindjes mesme, të gjirit e kështu, të tunizjanët, algjerianët, kuptohet si. Por në këtë kuptim, pra është një libër i cili mua më ka treguar si një njeri që për ta lidhur me përgjegjësinë intelektuale që mendon aq sa mundet, që ndjehet përgjegjës aq sa mundet përpara vendit. Dhe po ju tregoj një histori të vogël me gjyshin tim. Në 82-shin, pas një viti si mësues që ju e përmendet në Tropoj, unë fillova punë në universitet. Po për gjyshin tim, ajo nuk ishte një zgjedhje e mirë që bëna unë, sepse sipas tij unë duhet të rri mësues për mësues, se a jepje mësim në universitet, a në shkollë fillore për te ishe mësues. Dhe mësues për mësues unë duhet të rria në Tropoj, te njerëzit e mi, te fisi, atje në Tiranë isha njeri pa njeri. Dhe shkoj unë për vitin e ri që vinte 83-shi, për fundit 82-shi shkoj te prind në Tropoj. E baba më mori më njanë edhe më thotë, por çka bën ti atje në Tiranë? I thash unë shkruaj. Pa i kom pa ato vjesh ata, lexonte shumë libra. I kom pa ato vjesh ata, po çfarë bën me fitu bukën e gojës? Se i tash unë atëherë kur e pash që u mërzit, si tash jo më, do bëj edhe punë tjera përveç me dhanë mësim. Edhe tha, po çfarë bën ti atje? I thash unë, po shkruaj. Po çfarë shkruan ta? I thash shkruaj burr libra. Ta i kom pa ato vjesh ata. I tha, me fitu bukën e gojës. Çfarë bën ti? I thash, po këto pra shkrimet. Ne di pak e më pa me i keqardhjet madhe, se unë isha i pari nga 3 vëllezërit, e ishte një familje e respektume, po që kishte ecë gjithmonë në fill perit se stërgjyshi i vetëm, gjyshi i vetëm, baba im i vetëm, për herë parë ne ishim 3. Unë isha i pari. Kjo kishte në mentalitetin e tij, ishte një gëzim i madh se u siguroi në një farë mënyrë vazhdimësia, por unë isha përgjegjës kryesor tani për vazhdimësinë. Më pa dhe me i keqardhjet madhe, më tha, mo burr, tha se kem për zanat me fitu bukën e gojës kështu. Për te nuk ishte mënyrë letërsia me fitu bukën e gojës. Unë duhet bëja një punë inxhinjera, muratora, një punë që jep rezultat të prekshëm, po jo me shkruajt libra. Tha, pastaj tha, ti çfarë shkruan, ti s'ke historinë, tha. Çfarë histori tregon ti, tha, kurse vetë s'ke histori. Dhe në mënyrë profetike, kjo më ka bërë që unë jam gjënë, edhe pa e lyp vetë, në të gjitha zhvillimet, jam gjënë ndër të partë, aty ku po ndodhin gjëra të rëndësishme për vendin. Ai ma paracaktoi që duhej të isha. Unë jam me Sali Berishën 2 të partë intelektual që shkuan te studentët në protesta. Më përpara në momente më pak të rëndësishme, më mbrapa, prapë më kështu. Pra jam gjend aty dhe ky sikur ma paracaktoi që për të shkruajt libra duhet të marrësh pjesë në histori. Dhe kjo është pjesa e Aedit, pjesa e rapsodit shqiptar, njeriu që ka bërë këngën që e përmendet ju personazhin aty. Ai ka qenë njeriu që e ka kënu këngën për ngjarjen, se vetëm eposi i Kreshnikëve e mbyllet me i 2 vargësh që mbyllen gjitha këngët që thotë kështu më kam thënë vetë atje si jam kanë. Pra që e heq përgjegjësinë autori, e heq përgjegjësinë për çka ka treguar. Thotë kështu më kam thënë vetë atje si jam kanë. Kurse në gjithë pjesa tjetër dhe po të marrësh tani në parlamentin tonë të parë, në 91-shin, parlamentin pluralist, në zgjedhjet e para të lira, ne jemi më shumë se 15% e deputetëve jemi shkrimtarë, që nga drejtori Angolli deri të rinj që ishim ne tjerë. Pra në këtë kuptim, shkrimtarë shqiptarë, dhe unë e quaj veten vazhdues në atë lloj tradite, kanë qenë pjesëmarrës në ndërtimin e historisë. Përmendni emrat Jusufi. Djali im i madh ka lindë në 84. E ka emrin Dardan. Nuk ma kanë regjistruar në Tiranë me këtë emër. Pra ai ka lindë në Tiranë.
nuk ma kanë regjistru, se ishte një listë emrash, kjo është fakt historik, për familjen time, së është për historinë kombëtare, po është fakt real. Nuk e regjistru në gjendjen civile, ta që është për emër duhet nuk figuron në listën e emrave. Dhe kam shku e kam regjistru në Barancur, në Tropojë. Dhe djali im i ka dokumentat që del nga materniteti gruaja ime në Tiranë, por në vend lindja thot Tropojë, sepse nuk u regjistru aty. Pra, ky ka qenë një paradoks i cili vinte drejt për drejt në dyshim nevojen më undje verior, më undje Dardan, në kuptimin kulturor, mitologjik e tjerë. Gjyshi im e dëgjonte shumë Radio Prishtinën. Dhe kur fillon protestat, se i dëgjoj tani shoh nga një herë do dyshimet që hidhen mbi protestat e rëndësinë që kanë pas manifestimet e 81-shit. Dhe në gjonte dhe një ditë vjen dhe ishte shumë i gëzuar. Dhe vjen baba prej punë. Baba im punonte në bankë, ishte në punës bankë. Edhe baba tha, pedha që ka ndodhë. Mi po, i haje 5 vjetë dhe në 12 vjetë burg me një denoncim që në gjë Radio Prishtinën. Hyndet e veprat penale. Dhe tha, pe që ka ndodhë sot Prishtinë. Jo, i tha, që ka ndodhë? Ka dalë një në rrugë, tha, i kanë shtyp me tankse o bomb bateria. I tha, po pse e gëzum, i tha baba im. Mo burë, tha, kom pas frikë se mos i ka prishtitoja. Tash i tha, s'ka mo pajtim. Do më thënë, a i qunë të herojnë ata që ranë, ishte i lumtur që u derdhgjak, sepse s'ka më pajtim me Titon, në kuptimin me Serbit. Dhe kjo lloj ndjesie është, unë jam rrit me te. Dhe Gjakova ishte qyteti, polisi, në imaginatën e familjes, e burrave të familjes time. Si ishte as New Yorku, as Parisi, as Roma, ishte Gjakova. Pastaj fillonin qytetet e tjera më të rëndësishme. Faleminderit shumë për këtë sqarim kaq informues me gjitha për veprën tuaj dhe për vendin, por ajo që më ka bërë përshtypje është një tjetër vepër e juaja, është fletorja rezervat, shënime jashtë valixhes diplomatike, dhe besoj që është një vepër e shkruar nga ju në kohën kur keni shërbyer si diplomat në Francë. Dhe kemi të bëjmë pra me ditarin personal të një ambasadori në Paris. Çfarë përmban ndryshe kjo vepër nga të tjerat dhe pse emërtimi rezervat? Po, ky është një ditar, është një vit, maj 94, maj 95. Dhe ka lind në mënyrë shumë sporadike, isha të një miku im për darkë, të një shkrimtar, François Nourrisier, presidenti i Akademisë Goncourt, dhe ishte edhe një botues aty. Botues shumë i madh, Graseja, është botuesi Garcia Marquezit, i Umberto Ecos, i gjithë këtyre. Dhe unë po tregoja disa anekdota nga çfarë do të thonë me qenë ambasadori një vendi të vogël në Paris, do të thotë që është, me thonë drejtën, s'është në kënaqësi shumë e madhe. Edhe kur po dilnim, më thotë muaj 2009, më thotë a mban ditarti, më thonë, po i thash, në fakt s'mbaja. Tha, ma bëj mua, ishte viti i fundit i Mitterrandit si president i Francës. Maj bëshin zgjedhjet edhe erdhi Chiracu në presidencën franceze. Tha, ma bëj mua, tha, këtë vitin e fundit. Edhe unë e pranova dhe mora një paradhënie shumë të mirë. Mora 4 herë, 5 herë më shumë se sa mjet të botuesi tjetër për romanet që del shpirti. Kjo ishte një lehtësi e madhe sepse duke qenë ditar, ti çfarë shkruan një ditë, nuk shkruan një ditë tjetër. Stili mund ta ndryshosh, mund të mos shkruash nesër se s'ke kohë. Domethënë është po dhe njëkohësisht nuk s'kisha më asnjë roman në përsirtare, si më thënë isha në bosh. Dhe ky libër më ka bërë shumë buj në Francë, sepse unë në disa vende e përdor atë gjuhën ironike se ka Montesquieu ka një vepër letrat persane, ku tallet me dobësitë franceze, dhe unë kam një moment që përdor parodinë e Montesquieu të letrave persane, por ky është një libër
interesant në kuptimin në kuadrin e veprës time, sepse e plotëson me një vepër ndryshe atë opusin tim. Njëkohësisht më ka siguru shumë lexues që janë lexues që nuk e lodhin shumë mendjen, domethënë, por që nuk do me lexuar një roman tan, lexon hap në faqen 104, lexon 3 faqe çka ka ndodhur me datën 18 gusht, po thet kotun edhe sipas vështrimit tim. Dhe jashtë valixhes diplomatike, sepse aty janë të gjitha vëzhgimet e mia si shkrimtar dhe jo si diplomat. Pra nuk janë raportet që mund t'i interesojnë qeverisë. Raportet mbi ngjarje, mbi zhvillime, nuk ka asnjë sekret, duhet të thënë, por fletorja e rezervat është një përmbysje se në bibliotekën tonë kombëtare quhesh rezervat çdo libër i ndaluar për publikun, të ku futeshin edhe veprat e Gjergjfishtës sigurisht edhe shumë tjerëve. Pra në këtë kuptim ai ishte unë rezervat tallem atë sepse kjo quhet rezervat se nuk ka të bëjë me punët e ambasadorit. Jam kurioze të di, e ke ende atë fletor editari? Po. Okej, përpara se të vazhdoj me diskutimet rreth letërsisë së zotit Besnik Mustafaj, kam kënaqësi që të dëgjojmë sërish disa nota muzikore nga Belinda dhe nga Luisa. Faleminderit. Diskutimet janë të hapura, por një kërkesë në formë lutje, ju lutem të jem pyetje për letërsinë dhe jo shumë për politikën. Okej, ju lutem kush e do fjalën? Jeni të lirë për momentin. Jo, kjo është kërkesë e zotit Besnik Mustafaj, jo e imja. Për respektoj. Në bramo. Kam kërësi që jam sa detyrasisht në këtë manifestim kulturor, po shëndet gjithve pranishmet, si dhe mos panelin, autorët e librit, për cëllë të panë fjalla, kështu në radhën. Ma konkretisht, mos më zgjatë shumë, më interesën një gjamë. Bestiku, Nësa ndi me njohën që shku qenda dhe në Shqipërit në 60 vjetë në të ku, kujtojt promovimi librave të Mostin Europë Mërdit, që në pas të fjallën kërësore, kujtojt si sot. Por një gjatë që po më intereson është fjallë. Atje një konë fillem, u theksu se i shkrimit e ju janë fillem, është trajtuar problemi i persekutimeve, që është një fenomen sa i njohtë në Shqipëri, për në vende tjera, ateistë komunistë që kanë qenë në të kohë këtë në lindje në Europës, dhe në fenomen që është njohtë në pre-Slovenije, në gjitha republikët e Jugoslavisë, ex-Jugoslavisë. Mund të shpërndërson në gjënë të, se mes persektumve kanë qenë 2 kategori shumë persektume. Ato në thotë edhe Boris Kidrić, komunisti i njohtën sloven, ku e urdhën më persekutua, me ekzekutua,
njerëzit mas luftës dytë botërore janë këto dy kategori njëra pranë tjetrës. Në shkrimet e juaja, me qenë se me jetë si sinjor, si s'kam lexuar shumë, më intereson se në përgjithësi a trajtoni ju këto persekutime mos përjashtu edhe persekutimet përveç intelektuale që ka qenë rënd, por edhe persekutimet e klerit, dhe më thonë, përfaqësuesve të fejve, pa marrë parasysh këtu në Kosovë, katolike, muslimane, kështu me radhë. Kjo më parasysh faktin se ju njohëm edhe ju vetëm si shkrimtar, por edhe si diplomat, Ministri Punët jashtë me ambasador etj. A është e pranishme kjo notë në shkrimet e juaja, në shkurtimisht me thotë fjalën? Pyetja juaj, monsinjor, është shumë serioze. Unë jam romancier. Dhe duke qenë romancier në tel, pavarësisht se kam shkruar 2-3 libra me ese, pa të plotësojnë veprën time, por nuk janë aksi kryesor. Dhe si romancier unë kam temë shumë të rëndësishme burgun politik dhe persekutimin. Një nga romanet e mia që ka pas më bujë ndërkombëtare, por edhe në Shqipëri, që i ka një 6-7 botime në Shqipëri, quhet Një sag e vogël dhe tregon burgun politik, ekzistencën si institucion në burgut politik në Shqipëri gjatë gjithë shekullit 20. Sepse në mënyrë paradoksale, ne kemi në Shqipëri, kur erdhën komunistët, i ndruan shumë destinacion të ndërtesave. Për shembull, atje ku kishte qenë Ministria e Bujqësisë, e bën Ministri Ndërtimi, kot po them, atje ku kishte qenë Ministria e Punëve Botore, e bën Ministri Kulture e tjerë. Dhe vetmet institucione që meten në të njëjtat themele, të njëjtat ndërtese ishin burgjet. Burgjet nuk i ndryshuan. Aty ku i kishte mbyll zogu kundërshtarët e vet, aty ku i kishte mbyll fashizmi kundërshtarët e vet, komunizmi i mbylli dhe i persekutoi shumë më tepër. Tani a ka në informacion pastaj, jo vetëm për klerin, por në përgjithësi, sepse në Shqipëri kleri katolik është persekutuar në mënyrë të tmerrshme, por s'kan hek pak edhe kleri musliman. Unë do të flas nesër për Hafiz Ali Krajen, i cili është njeriu që ka mbajt fjalën në varrimin e padërgjegjfishtës. Ka vdekë në burg nga torturat Hafiz Ali Krajen, sepse ky ishte antizogist, ka po burg edhe në kod zogut. Pastaj kur shkon me adorzu atë kurorën Viktor Emanuelit, nuk kërkthirën e këte me qenë se ishte antizogist, ky nuk shkoj se Pater Anton Arapi i tha jo, mos shko, ajo është pushtues ta. Dhe nuk shkoj në Rom me adorzu kunorën, që shkun shumë tjerë, do të thënë, jo aq klerik, po shkun politikanë, shkun njerëzit e, si më thënë, pushtetit. Dhe komunistët e sakatuan këte njeri e vdiq në burg, burri vjetër ishte, po s'judhem njerëzve të regjimit. Pra në këtë kuptim, unë nuk jam marrë në mënyrë të posaçme me klerin, jam marrë me persekutimin politik në përgjithësi si një temë që më ka nxit imagjinatën dhe më ka ndihmuar me tregu për lexuesit shqiptar një shqetësim timin, por edhe për lexuesit e huaj, se si individi shqiptar ka qenë i pafuqishëm përballë një historie me hë të madhe, të cilën nuk e ka zgjedh vetë. Ja kanë imponu, historia i ka imponu një fat të caktuar. Në 91-shin, në dhjetor, isha në atë kohë deputet e kështu, në një takim intelektualsh në Bruxelles, e kam taku Václav Havelin për herë të parë. Dhe Václav Haveli më dhuroi një libër që janë frëngjisht, botim francez, Letra Olgës. Olga ishte gruaja e tij, dhe këto ishin letrat nga burgu. Në 77-ën, kur ky si nismëtar, firmetar i kartës 77 që quhet, e futën burg. Po ky nga burgu i tregon gruzve
se si priti një delegacion të festivalit të teatrit Avignonit, i dha intervist BBC-s, priti një gazetar New York Timesit, etj. Dhe unë u ktheva në Tiranë dhe ja dhash para se me lexuve, ja dhash Pjetër Arblorit, me cilin ishim për të dy parlamentarë. Dhe Pjetri e lexonte shumë mirë frëngjisht, po ishte gjuhë që e kishte mësuar në burg. Nuk dinte me fol realisht, po me lexonte disa gjuhë, jo vetëm këtë. Dhe kur ma ktheu librin Pjetri, më tha mu besnik, madje kishte një të folme, s'dia ju keni pas rast me taku zotrin Pjetri, po kishte një të folme shumë ngadalshme. Më tha mu, ti tha si e kanë profesor universiteti, e gazetar, tha, a ke qenë ka që lirë sa që ka qenë Haveli në burg? Është një konstatim, unë s'kam mujt kur me taku një të huj pa leje, ose pa më caktu. Haveli i prishte në burg, edhe shante qeverin, duke qenë i dënuar në burg, shkonte BBC-a dhe ky, përse me shumë më bak të ne dhe i kishku koka. Pra niveli i represionit ka qenë shumë i madh. Dhe ka qenë shumë i madh tek ata që mendonin. Pse iku se tani kishte për vjetorin atë Vincenz Prenush. E thirrje në Verogja me jambush menjen në 45, me jambush menjen që ky, që një burr i ditur, i poet, përkthyes, folklorist, gjitha përveç se edhe meshtar i madh. Edhe thirrje me jambush menjen që duhet ndërprej ato lidhjet me Vatikanin, ishte i njohur si antifashisti Vincenz Prenushi. Edhe ky e kundërshtoi këtë gjë, si mund të shputet kjo kisha katolike nga Vatikani. Shkoi në shtëpi, shkoi në burge, vdiq në tortura. Domethënë, kjo është qasja ime ndaj dhunës, ndaj burgut politik. A ka pyetje të tjera? Keni një pyetje? Nëse nuk e keni pyetje, unë atëherë po dua, me që unë e bëra hapje, duhem pyetje rrugë. Të Zotit të shtëpisë. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma gjithëve. Jemi vërtet nderuar me pas besnikun, tash edhe mikun tonë. Ne për çdo muaj në këtë bibliotekë edhe të Liçit, Drita si shtëpi botuese, organizojnë kajrën e ditës dhe thrasim personalitete, promovojmë libra dhe bëjmë takime kulturore. Këtë herë kemi bërë së bashku me institutin e Elonës. Elonë, faleminderit për këtë bashkëpunim. Faleminderit juve që keni ardhur sonte. Faleminderit edhe dy artisteve që na kanë mbush me piano dhe kontrabasin që asnjëherë këto takime tona mos mungon edhe kjo pjesa artistike. Edhe zakonisht ne I marrim sa më shumë të ri dhe të reja, që është e ardhmja jonë. Faleminderit penalistëve, shkrimtarit, historianit Buxhovi, doktorantës së re Agnezës, faleminderit shumë, është edhe autore e shtëpisë botuese Drita, Elona, faleminderit, monsinjorat që ishin nga Shqipëria, Zoti Hudri, faleminderit që jeni edhe botuesi I shkrimtarit. Nesër ju ftoj që ta kthehemi edhe në një event jashtëzakonisht të bukur, ku është I ftuar edhe Zotri Besnik Mustafaj, me një ligjërat të vetën mbi dialogun ndërfetar sipas modelit shqiptar. Ne përveç se bëjmë dialog e kemi një model toni. Dhe besoj që këtu do të nxirren shumë gjëra të bukura, edhe që do të jenë një pasuri e madhe edhe për të ardhmen në aspektin e dialogut. Nuk po them asgjë tjetër përveç se t'ju falenderoj për pranim, për shkallë një mik të vjetër, botuesin Faj Konicës, shkrimtarin që na jena rritë si fëmijë me romanet e tij. Faleminderit shumë që jeni sonte këto. Dhe në fund ju ftoj që pas kësaj të bashkohem me një koktejl
që e kemi organizuar. Kush ka interes për veprën e Zotit Mustafaj, e gjeni tek tavolina, deri kujdeset për blerjen e librave, mund ta merrni librin dhe të firmosur me autografin e besnikut. Faleminderit shumë gjithëve. Shumë, faleminderit.